Një protest u zhvillua sot nga banorët e fshatit Imsht në njësinë administrative Bubullime të Lushnjës, të cilët shprehën kundërshtimin e tyre ndaj ndërtimit të një parku fotovoltaik në këtë zonë. Sipas tyre, toka ku parashikohet investimi është pronë publike dhe patjetërsueshme nga ligji. Deputeti socialist Erion Braçe reagoi publikisht, duke cilësuar situatën si një përpjekje për grabitje të tokës shtetërore me qëllim ndërtimin e paneleve diellore. Ai ngriti pikpyetje mbi subjektin që qëndron pas projektit dhe mbi mbështetjen politike që sipas tij po i jepet këtij investimi. Sipas informacioneve, biznesmeni Elton Çekrezi, pronari i kompanisë Euroelektra, ka blerë sipërfaqen e tokës dhe ka krijuar shoqërinë Sun X Power, me të cilën ka siguruar lejen për ndërtimin e parkut fotovoltaik në Imsht. Konflikti mes palëve ka nisur që në vitin 2024, kur banorët protestuan për herë të parë duke pretenduar se toka është shtetërore. Në atë kohë, Braçe publikoi edhe një video ku denonconte tentativa për marrjen e tokës me prani policore. Nga ana tjetër, familja Çekrezi ka deklaruar se toka nuk është pronë e shtetit, por është blerë ligjërisht me kontratë notariale nga ish pronar që e kanë fituar pronësinë me vendim kthimi dhe kompensimi në vitin 1998. Ata pretendojnë se disponojnë dokumentacion të plot pronësie nga kadastra, ndërsa akuzojnë banorët se kanë zaptuar pa të drejtë sipërfaqe toke pa asnjë dokument ligjor. Duke u referuar protestës së sotme, Braçe thekson se një përpjekje e ngjashme për përvetësimin e kësaj toke ka ndodhur edhe më parë me mbështetje politike. Ai deklaruan se ndërtimi është ndalur dhe se çështja ndodhet aktualisht në fazën e dytë të hetimeve nga prokuroria e Fierit, duke denoncuar kërcënime ndaj banorëve dhe përdorimin e policisë në mbrojtje të asaj që ai e qua një grabitje të hapur të tokës publike.